Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në meditimin e kësaj dite. Sot do flas për shëmbëtyrën e fikut edhe të shenjave të kohës. Kur koha kërkon zgjuarsi shpirtërore. Jezusi tha: "Shikoni fikun dhe të gjitha pemët. Kur ato çelin, ju vetë dini se vera është afër." Jezusi përdor fikun për të na mësuar një aftësi themelore, të dallojmë kohën. Ashtu siç njeriu i thjesht di të lexojë natyrën. Në të njëjtën mënyrë, duhet të mësojmë të lexojmë dhe realitetin shpirtëror. Problemi nuk është mungesa e informacionit, por mungesa e urtësisë për ta kuptuar të vërtetën që na rrethon. Ne dim të parashikojmë motin, të analizojmë tregjet, planifikojmë të ardhmen, por shpesh jemi të verbër ndaj shenjave që tregojnë gjendjen e zemrës dhe të shoqërisë. Kjo shëmbëtyrë na thërret të mos jetojmë në gjumë shpirtëror. Koha, miq, nuk është neutrale. Ajo është thirrje për kthim, për përgatitje, për zgjedhje. Një figurë që historia e kishës e mishëron, këtë zgjuarsi pra është Shën Grigori i Madh. Ai thoshte: "Kush nuk lexon shenjat e kohës, jeton sikur të mos kishte përjetësi." Ai e kishte kuptuar që historia nuk është thjesht rrjedh ngjarjesh, por një skenë ku Zoti flet dhe njeriu përgjigjet. Do të thoshte edhe Karl Jaspersi pikërisht këtë fjalë. Kështu do të rendiste ai. Njeriu bëhet vetvetja kur kupton se është në një moment vendimtar. Më lejoni të ndaj disa të vërteta. E para, Zoti flet përmes kohës dhe rrethanave. Jo çdo gjë është rastësi. Shpesh koha është mjet i thirrjes hyjnore. Së dyti, padia shpirtërore nuk është pa aftësi, as pa fajsi. Kur njeriu nuk do të shoh, ai zgjedh të mos kuptojë. Së treti, dallimi i kohës është shenjë e pikurisë shpirtërore. Pra nuk është profeci sensacionale, por ndjeshmëri ndaj frymës së shenjtë. Kohët janë siç jemi ne. Nëse ndryshojmë ne, ndryshojnë edhe kohët. Shoqëria jon ka shumë dije, por pak mençuri. Ka shumë analizë, por pak mendim. Ka shumë sinjale alarmi, por pak reagim moral. Martin Heideggeri do thoshte: "Rreziku më i madh është të jetosh pa e kuptuar se po jeton." Kjo shëmbëtyrë miq na thërret të zgjohemi nga automatizimi. Mbase sot Zoti po na pyet: "Çfarë do të thotë kjo për jetën tënde?" A je duke jetuar në përgatitje, apo je duke shtyr kohën? A je duke lexuar shenjat e mia si thirrje për kthim, apo si një zhurmë rreth teje? Ndaj, të lexosh shenjat sot do të thotë të dallosh kur zemra po ftohet, të kuptosh kur shpresa po zbehet, të veprosh përpara se ndërgjegja të mpihet. Ka kaq shumë gjëra të cilat janë duke ndodhur tani. Perëndia na dhënë dritë që të kuptojmë kohën në cilën jemi duke jetuar miq. Me këto të vërteta le të lutemi së bashku. Zoti i dashur, hapi sytë e zemrës time që të lexoj kohën me urtësi. Mos më lër të jetoj në gjumë shpirtëror, por më bëj të jem njeriu që dallon zërin tënd. Më jep guxim të ndryshoj sot, sepse nesër është vonë. O Zot, me këto të vërteta, të cilat sot unë jam duke ndarë për miqtë e mi, bekoj ata, burrat dhe gratë që po ndjekin, fëmijët dhe familjet e tyre, jepi siguri në besimin në ty. Ndihmoj që të lexojnë dhe të kuptojnë kohën që i mbështjell çdo ditë. Dhe zemra e tyre të mos friksohet, sepse ti ke premtuar që shpejt ti do të vish sërish. Në emrin tënd ne lutemi. Amen dhe amen. Miq të dashur, ky është meditimi i kësaj dite mbi leximin e kohës. Lutem që të ketë qenë bekim për ju. Nëse ishte, ndani me miqtë tuaj. Unë synoj që nëpërmjet meditimeve të çdo dite, të çdo mëngjesi, t'ju nxis të mendoni mbi të vërtetën dhe vlerën reale të shpirtit tuaj. Të mendoni mbi jetën, vlerën që njerëzit kanë, vlerë që superon gjithçka tjetër që lidhet me objektet, sendet, pasurinë, pushtetin. Ndaj trajtoni njerëzit si thesare. Jepini vlerën që realisht ato kanë. Trajtojini si qëllim dhe jo si mjet njerëzit miq. Zoti ju bekoft, e lutem që së bashku të vijojmë të ecim në këtë shtek drite. Mezi pres ju takoj sërish nesër.